pranin këtu. Unë dua të falenderoj grupin e ekspertëve që ka punuar. Kemi Klodin këtu që nuk përfaqëson të gjithë, përfaqëson veten e saj, por janë një grup ekspertësh të cilët kanë punuar me disa sugjerime për ndryshime në kodin penal, ndërkohë që ka pasur sigurisht edhe analiza të tjera, ka pasur dhe punë të tjera paralele. Ne jemi bazuar tek një analizë që Bleriana ka ndarë publikisht për sa i përket disa prej elementëve që ishin në cënim të lirisë së shprehjes për draftin e ri të kodit penal, ndërkohë që dhe flutur akusari Lila ka prezantuar një analizë për delegacionin e Bashkimit Evropian këtu në Tiranë me gjykimin e saj për disa sugjerime të tjera. Unë dua të falenderoj organizatat e gazetarëve, të cilët kanë qenë aktiv dhe më kanë pyetur 3 javë të fundit pafundësisht për ndryshimet e kodit, dhe njëkohësisht shpresoj që neve të hapim një debat edhe një diskutim më të madh publik se sa ky që po bëjmë sot këtu, sepse janë ndryshime të cilat do prekin kodin e vjetër, por do të transpozohen njëkohësisht edhe në kodin e ri, ashtu siç do të bihet dakord në momentin që bihem dakord për orientimin, ashtu siç do të bihet dakord edhe në momentin e votimit të kodit. Nëse ka një element i cili në të gjitha raportet e fundit ndërkombëtare që e cënon Shqipërinë, jo vetëm procesi i integrimit, por në përgjithësi është liria e shprehjes. Unë e di që ka shumë punë në këtë drejtim për sa i përket lirisë së shprehjes. Disa ndryshime në kod nuk kanë për ta përmirësuar situatën e medias në Shqipëri, po ndryshimet në kod paralelisht me punën që kemi rënë dakord për sa i përket padive strategjike kundër gazetarëve, punës për sa i përket ligjit të medias audiovizive, por njëkohësisht në gjykimin tonë edhe një ligji që përcakton statusin e gazetarit, sepse sot ne flasim për ndryshime në kod, por nuk ka një koncept dhe një përkufizim se çfarë është gazetari. Besojnë që të gjitha paralelisht mund të ecin në drejtimin e të paktën një kuadri ligjor regulativ të përmirësuar, sepse për zbatimin pastaj nuk mbajnë përgjegjësinë dhe nuk mban përgjegjësi të paktën ky grup njerëzish që ne kemi sot këtu. Gazetarët luajnë rolin jo vetëm të denoncuesit, luajnë rolin edhe të rojës publike, luajnë rolin edhe të transparencës që fatkeqësisht mungon gjithmonë më shumë, luajnë dhe shumë role të tjera të cilat në gjykimin tim edhe si përfaqësuese e opozitës, po edhe si drejtuese e këtij komisioni janë role që ne duhet t'i mbrojmë, t'i japim një mbrojtje të veçantë. Ka pasur, unë asnjëherë në fakt nuk kam bërë një padi për një gazetar, po ka pasur padi pafund për gazetar, të cilët jo vetëm janë akoma me vite në përgjigje, po shpesh herë edhe me kundërvajtje penale të larta, të cilat janë të papërballueshme nga gazetarët. Sigurisht që ne nuk pretendojmë fare që të imponojmë këto mendimet tona. Ka pasur një diskutim shumë të gjatë, megjithëse diskutimet mund të jenë minimale, diskutimet kanë qenë shumë të gjata edhe në kohë, po edhe gjithëpërfshirëse. Po këto janë disa ndërhyrje fillestare që ne mendojmë që patjetër duhet që të realizohen në këtë draft të kodit, ndërkohë që kodi i ri sheh dritën edhe rrugën e miratimit, që unë besoj që do të jetë e gjatë dhe nuk ka për të qenë e shkurtër, megjithëse qeveria është duke u përpjekur. Si përfaqësuese e opozitës, detyra ime është t'ju siguroj që qëllimi kryesor është mbrojtja e gazetarëve, është mbrojtja e lirisë së shprehjes, është edhe njëkohësisht mbrojtja e fjalës lirë që vjen edhe nga puna e gazetarëve. Kështu që besoj që ka edhe një vizë kuqe të asaj që mund konsiderohet fyerje, shpifje dhe mund konsiderohet liri fjale dhe mund konsiderohet transparencë, po unë besoj që një balancë sikur e kemi gjetur, që shpresoj që të ndajmë të njëjtin mendim. Dua t'ja jap fjalën juve dhe zonja Luarasi erdhi sepse sa mbaroi komisioni. Duhet t'ja jap fjalën juve për sa i përket një debati të hapur që mund të bëjmë këtë dhe duhet falenderoj edhe një herë grupin e ekspertëve që kanë sjell një output të parë të punës së tyre që të shërbej si një orientim për ndryshimet që janë propozuar, por nga ana tjetër edhe për një vendimarrje politike që do të jetë në ditët në vijim. Unë dua t'ju siguroj vetëm diçka, që procesi do të jetë i hapur.
që do ketë debat publik, që do të ketë konsultim, pastaj sigurisht që vendimet politike janë vendime politike, por çdo gjë do të jetë e hapur dhe transparente. Përpara se të fillonin, nëse ka marrë zonja Luarasi frymën tamam, të bëj disa komente të para apo do bësh pak më vonë? Okej. Atëre, do bësh Klodi një prezantim të shkurtër apo të them unë 2 fjalë? Atëherë, diskutimet kryesore që kanë prezantuar ekspertët kanë qenë në tre drejtime. Drejtimi i parë ishte për sa i përket ndjes. Drejtimi i parë ishte për sa i përket nenit 119 që lidhet me fyerjen. Neni 119 që sipas të gjitha direktivave të BE-s, po njëkohësisht edhe progres raportit, të viteve me radhë, raporti i Rule of Law i 2025 dhe rekomandimet e Këshillit të Evropës, praktikat më të mira sugjerojnë që ky nen duhet të shfuqizohet, 119. Ai njëjti mendim ka qenë i ekspertëve, njëjti mendim është njëkohësisht edhe nga raporti që ka prodhuar delegacioni i Bashkimit Evropian që ka ndarë me ne. Bashkë me nenin 119 është nenin 119A dhe nenin 119B. Ekspertët vlerësojnë që shpërndarja materialeve racisë ose ksenofobike nëpërmjet sistemit kompjuterik, por njëkohësisht fyerja me motive racizmi ose ksenofobie duhet hequr. Në gjykimin ton që ne kemi pasur edhe me ekspertët, kjo është pak më shumë se sa në lidhje me punën me gazetarët. Nëse për 119 edhe unë mendoj që duhet hequr, për këto të dyja unë jam skeptike, sepse këto lidhen me një gamë pak më të gjerë, këto lidhen pastaj me ofendimet, këto pastaj lidhen me shpërndarjen e materiale në sisteme kompjuterike, me përbërje raciste, ksenofobike, të cilat në gjykimin tim nuk e prekin dhe nuk e cënojnë punën e gazetarëve. Sigurisht që neve i diskutojmë këto gjëra edhe këtu si mendoni ju, po domethënë për transparencë këto kanë qenë 2 sugjerime të grupit të ekspertëve. Neni 120 që është shpifja, në variantin që kanë propozuar edhe sipas sugjerimeve të raportit të screening për themeloret, edhe sipas raportit progresit, edhe sipas njëkohësisht rekomandimeve të Këshillit të Evropës, sugjerimi është që duhet të shkohet në shfuqizimin total të këtij neni. Rekomandohet që dispozitat e lidhura të rishikohen duke pasur parasysh që nuk ka një përputhshmëri të plotë. Neni 237 dhe neni 238 që lidhen i pari me goditjet për shkak të detyrës dhe i dyti me kanosjen për shkak të detyrës, është bërë një përkufizim edhe nga stafi i kuvendit, i cili merr parasysh njëkohësisht jo vetëm gazetarin, por njëkohësisht dhe punonjësin e medias, duke u përpjekur që të bëjmë një koncept pak më të gjerë për shkak të ushtrimit veprimtarisë së tij profesionale në funksion të interesit publik dhe kur cilësitë e personit janë të dukshme ose të njohura dënohet me burgim nga 1 në 5 vite dhe kjo propozohet që të rishikohet. I njëjti propozim ka ardhur edhe nga grupi i ekspertëve për nenin 237-238, por ne jemi kujdesur që përveç gazetarit të ishte edhe punonjësi mediave që përfshin kameramanin, mund të përfshi staf tjetër mbështetës ndihmës. Këtu lindi edhe nevoja më pas, sepse ne po e diskutonim edhe me ekspertët, lindi edhe nevoja më pas për një përcaktim për gazetarin, sepse ne nuk kemi një përkufizim të gazetarit. Ne nuk kemi as një përkufizim as të një punonjësi të medias dhe gjatë diskutimit ne diskutuam nevojën e një ligji që do të ishte për statusin e gazetarit dhe një ligji që do të përcaktonte se çfarë është gazetari. Ndërkohë që këtu kemi marrë një përkufizim pak të gjerë i cili edhe mund t'ja citoj, po është edhe online, kemi marrë një përkufizim pak gjerë që referohet edhe praktikave më të mira, por të mos harrojmë që përkufizimin ne nuk e kemi. Grupi i ekspertëve ka sugjeruar njëkohësisht edhe nenin 261. Neni 261 është pengimi në ushtrimin e të drejtës për të shprehur, grumbulluar apo manifestuar dhe kryerjen e veprimeve për të penguar shtetasit për të ushuar lirinë e tyre të shprehjes, mendimit, manifestimit e kështu me radhë. Ekspertët thonë që mohimi ose kufizimi padrejtësisht i lirisë së shprehjes në publik, lirisë së shtypit medias apo të komunikimit me mënyra të tjera përbën me vëmendje penale. Në gjykimin ton, ky nen kalon përtej funksioneve që ka gazetari, por edhe njëkohësisht funksioneve qëllimit për të cilën ne duam të bëjmë ndryshimet në kod. Kjo lidhet me profesor, mirë se erdhët. Jo, pa merak dhe neve nisëm pak më vonë. Kjo kalon pak më shumë
se sa qëllimi që kemi ne për gazetarët, sepse kjo lidhet më pas me të drejtën për të shprehur, për të grumbulluar, për të manifestuar, dhe Komisioni Europian dhe raporti i Këshillit të Evropës nuk e kishin sugjerim këtë nenin 261. Është neni 268 poshtërimi i Republikës dhe simboleve të saj, që rekomandohet që disa prej këtyre dispozitave të rishikohen, po kjo ka lidhje me dëmtimin e qëllimshëm të flamurit të stemës Republikës të ekspozuar në institucione shtetërore për bën kundërshtate penale. Me thënë të drejtën, ne diskutuam gjatë me ekspertët, edhe këtu nuk kemi një mendim që ne mund të shkojmë për sa i përket këtij neni, dhe kisha nevojë që edhe ta diskutonim si është menduar, meqense edhe profesor Marku erdhi, dhe i fundi është neni 296, që është humbja e dokumenteve sekrete. Ne diskutuam gjatë sot me ekspertët, dhe ekspertët më sqarojnë që ky nen në kod, ashtu siç është përcaktuar, lidhet me humbjen e dokumenteve tek zyrtarët, tek persona, tek zyrtarët të cilët kanë një funksion dhe një përgjegjësi publike, dhe nuk lidhet me funksionin e gazetarit dhe me detyrat e gazetarit. Në asnjë rast, sipas këtij neni, nuk është penalizuar asnjë gazetar. Në asnjë rast, sipas këtij neni, nuk ka pasur cënime të punës së gazetarit ose informacionit ose lirisë së shprehjes. Ky është mendimi i ekspertëve, të cilët e gjykojnë këtë nga zbatimi deri më sot, duke pas parasysh sigurisht fokus lirinë e medias edhe lirinë e shprehjes. Këto ishin disa nga kjo është një përmbledhje, unë nuk e di nëse ju e keni këtë tabelën që dhe ne kemi dhe mund ta shpërndajmë. Po, edhe mund ta shpërndajmë që ju të keni një informacion edhe të organizuar, është për qëllime të brendshme, nuk është për qëllime publikimi, është dokument pune për neve, kështu që ta mbajmë si dokument pune, po duam të jemi transparent me ju që të kemi të njëjtin informacion që po diskutojmë. Faleminderit. Kush ka dëshirë që të marrë fjalën në shërbëtor? Po, zoti Myzyr. Meqense erdhi dhe profesor Marku, në çdo moment juve dhe Klodi mund të përfshirë në diskutim si e gjykoni. Ne kishim nene më të rëndësishme në fillim erdhe urdhë. Po. Ideja është që përgjegjësinë për sekretin, për nxjerrjen e sekretit e mbajnë zyrtarët, nuk mund ta mbajnë një gazetar pse një sekret X del. Pra ky është korrigjimi që i bëhet nenit. Për nëse dikush detyra e zyrtarëve është që mbajnë sekretin sipas ligjit, por nëse një gazetar bie në kontakt me një dokument X, nuk është përgjegjësi e gazetarit sekreti që truaj sekretin e X-it apo Y-it. Pastaj është çështje etike, nuk është çështje ligjore. Kjo është ideja. Po, zoti Myzyraj. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Isa Myzyraj për proces verbal. Po ja nis tek ato që janë më të lehta dhe na përbashkojnë, besoj shumicën prej nesh këtu, por edhe një pjesë politikanëve, nuk e di për gjithë. Pra tek shpifja, pra dhe fyrja, ne 119 dhe 120, ne mbështesim fuqishëm dhe apelojmë të gjithë anëtarët e komisionit, pavarësisht që ka shumë pak këtu, për të quar përpara shfuqizimin total të fyrjes dhe shpifjes, jo vetëm si një kërkesë e komunitetit gazetarëve në Shqipëri, por si kërkesa të vazhdueshme të raporteve të OSBE-UDIR-it, të paktën 10 vitet e fundit për zgjedhjet, progres raportit të Komisionit Evropian dhe pothuajse të gjitha raportet që kanë të bëjnë me demokracinë dhe lirinë në Shqipëri. Së dyti, mbështesim gjithashtu si Asociacioni Gazetarëve të Shqipërisë, mbështesim shtimin e 2 pikave në nenet 237-238 që kanë të bëjnë me goditjen për shkak të detyrës dhe pengimin e lirisë së shprehjes, ndërkohë që nuk kam një mendim në këto momente për sa i përket shpërndarjes së ksenofobisë përmes mjeteve elektronike. Tani po kaloj te pjesa e vështirë që mund të ndahem me disa, që është e shoh në çdo tryezë që artikulohet, domethënë një ligj për median dhe për caktimin e një përkufizimi për gazetarët. Unë do të apeloja fuqishëm që të mos qohet në përmend, jo më të niset për të shkruar një gjë e tillë. Nuk duhet çuar në përmend që profesioni i gazetarit të rregullohet me ligj, sepse pastaj bëhemi që Parlamenti i Shqipërisë
dhe përpasoj qeveria, pra sepse të mos e bëjmë, pra ne e dim që parlamenti kontrollohet fatkeqësisht nga qeveria, pra do të ndërhyjnë në mënyrë të dhunshme në profesionin e gazetarit duke rregulluar atë. Pastaj s'kemi të bëjmë më me vetrregullim. Në çdo rekomandim të Komisionit Evropian dhe të Parlamentit Evropian, pra flitet për rregullim të medias, për vetrregullim të medias dhe profesionit të gazetarit. Në momentin që nisën duke u shkruar ligje dhe duke u përkufizuar ose akoma më tej pra për të përcaktuar çfarë është një gazetar, kemi të bëjmë me një rregullim, një ndërhyrje në profesionin e gazetarit dhe s'ka më gazetari. Pra, ne nuk kemi dentist, në kuptimin që jemi të rregulluar, kemi një status të veçantë dhe funksionojmë në bazë të këtij statusi. Ne jemi gazetar dhe jemi të lirë për të shkruar për çdo lloj teme që ne duam. Gazetar nuk bëhet që kur lind. As në kuptimin pra unë nëse kam marru arkitekturë një ditë bukur mund të bëhem gazetar dhe shkruaj për se sa e bukur ose sa e shëmtuar është Tirana. Pra ky është koncepti mendoj unë i gazetarit dhe ne mund ta themi që edhe protestojmë nëse niset një nismë edhe për të shkruar dhe jo, sepse është shqetësuese kjo. Gjithsesi, unë absolutisht ju mbështes, më lejo dhe të falenderoj që e ke risjellur Nenin 120 për shfuqizim, për shkak se kemi me 10 rapadi në gjykatat e Shqipërisë ku gazetarët janë duke u përballur me shpifjet. Për ta sqaruar dhe për gjithë deputetët, sidomos ata që janë për herë të parë, ne nuk duam në kuptimin pra të mbrohemi dhe të vazhdojmë vetëm duke shpifur, në kuptimin pra mund të bëjmë edhe shpifje pa dashje. Çfarë themi ne? Të dekriminalizohet shpifja. Pra, shpifja le të jetë në kodin civil, patjetër, në gjykatën civile mund të shkojnë gazetari dhe të përballet me të vërtetën e tij dhe të jap argumente para trupës gjykuese mbi ato çfarë ka shkruar. Ne nuk duam që kjo të jetë kriminale, sepse nuk ka arsye pse me qenë kriminale sipas gjitha rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit, edhe Bleriana, një koment për statusin e gazetarit. Tani, po e diskutonim sot në mëngjes. Unë nesër hiki nga politika edhe jap mendime në televizion. Jam unë gazetare apo jo? Këtë shembull më dha këshilltari sot kur po e diskutonim në mëngjes për sa i përket përkufizimit të gazetarit. Ka disa vende që kanë një ligj të veçantë për statusin e gazetarit, ka disa vende tjera që nuk e kanë. Ky ishte një gjykim që ishte një temë që u hodh për diskutim. Ishte një gjë që është akoma për tu vendosur. Kështu që unë besoj fokusohemi tek gjërat e mira që kemi sot dhe tek zhvillimet pozitive që kemi sot dhe më pas shohim dhe i diskutojmë gjitha. Unë të siguroj që të paktën nga ana ime, po edhe nga zonja Luarasi që ne kemi diskutuar këto çështje gjatë, sepse ka mbi 1 muaj e gjysmë që këto diskutohet. Ideja është që në këtë sektor ne vetë ecim së pari një herë me gjithë përfshirje dhe me konsultim dhe së dyti me disa parime që i vendosim gjithë bashkarisht, jo njëanshmërisht. Faleminderit. Faleminderit shumë, zonja kryetare, përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Bleriana Bino, përfaqësoj SAIDEV. Ne jemi një think tank që punon për lirinë e medias, besoj shumica prej jush këtu na njihni. Faleminderit për mundësinë, edhe më vjen shumë mirë që një pjesë e mirë e rekomandimeve tona të kahershme, sa i takon përmirësimit të mjedisit mundësues për lirinë e shprehjes, janë marrë parasysh edhe në draftin që pam. Po, nëse më lejoni, unë do them diçka shkurt për procesin. E kuptojmë që gjërat duhet të ndodhin shpejt, e mirë kuptojmë deri diku, por është pak e vështirë të japësh feedback, dokumentin e morëm sot në orën 11:20. Do me thënë nuk ka kohë mjaftueshëm, kështu që do të kërkonim që të kemi kohë, të njihemi me dokumentin dhe të sjellim feedback me shkrim. E kuptoj që është bazuar edhe në analiza ligjore dhe në gjetje të tjera edhe të punëson ose të kolegëve të tjerë, po është më mirë që ne ta shohim, ta shikojmë dhe nga pikpamja ligjore dhe të japim një reagim, feedback me shkrim. E dyta, vlerësoj shumë pjesën e transparencës dhe të konsultimit publik që ju thoni dhe nga historiku me ju kur ju e thoni mbani fjalën, por nga pikpamja institucionale do ishte mirë që
ta dim cili është plani, pra sa konsultime do jenë, kur do ndodhin, kur është në plan që kjo të miratohet apo jo. E treta, mendoj që ka një konfuzion me çështjen e kodit penal aktual dhe drafti i ri. Analizat që ne kemi bërë dhe kemi publikuar janë për draftin e ri, ka tjetër formulim, tjetër kontekst nga aktuali. Ne kemi të paktën nga 2019 me Civ Journalist një analizë shumë të detajuar vjetore edhe të draftit aktual dhe të neneve që janë problematike, mund t'ju vendosim dhe atë në dispozicion, është publikisht, por mendoj që këto dy gjërat duhen ndarë pak se nëse bëhen bashk nuk shërbejnë shumë. Tani, pra dokumenti që ne pam kishte shumë pak në raport me atë që juve prezentua tani. Do ishte mirë që dokumenti i grupit të punës të ndaj nëse do të punohet mbi atë që po prap ne të jemi të vlefshëm, po themi, duke dhënë feedback konkret. Nga ajo sa dëgjova normalisht që ne jemi shumë të lumtur që komisioni, shpresojmë dhe i gjithë kuvendi pastaj do ketë vullnetin për të shfuqizuar 119 dhe 120, pra fyërin dhe shpifjen. Me aq sa dëgjova doja të ishim pak më të kujdesshëm tek 119A-ja dhe B-ja për shprehjet ksenofobike dhe raciste, sepse lidhen me gjuhën e urrëties dhe nuk kanë të bëjnë me lirinë e shprehjes në kuptimin që kemi advokuar ne. Kështu që nuk mendoj që duhet nxitohemi ti shfuqizojmë ato, por duhen parë pak edhe në lidhje me çfarë thot Këshilli i Evropës për gjuhën e urrëties dhe me nenet e tjera që ka kodi penal për nxitjen e gjuhës së urrëties. Sa i takon humbjes së dokumentave sekrete, kam përshtypjen që në kodin aktual ajo është vetëm për zyrtarët dhe jo për gazetarët, ndërkohë që është tjetër shqetësim që ngrihet e kodi i ri dhe atë e kemi diskutuar. Dhe në mënyrë të veçantë sa i takon tre gjërave që ju thatë që janë në proces, antislapi, që është një gjë shumë pozitive dhe është garanci, sidomos nëse shfuqizohet fyerja dhe shpifja për afrimi me direktivën e BE-s për antislapin, por dhe implementimi i rekomandimit të Këshillit të Evropës për antislapin, të dyja së bashku janë shumë të rëndësishme dhe janë garanci shtesë për ta parafruar dhe pjesën civile me standardet europiane, për të mos rrezikuar që të kemi padi pastaj strategjike kundër lirisë së shprehjes. Elementi i dytë për ndryshimin për ligjin për median audiovizive, edhe këtu ka shumë nevojë për konsultime dhe për kohë, ndërkohë që ligji për statusin e gazetarit, standardi i Këshillit të Evropës është shumë i qartë. Kjo nuk është e pranueshme, pra nuk mund të ketë një ligj që të përcaktojë statusin e gazetarit. Mënyra se si zgjidhet janë disa. Parimi është edhe për këto nene që ne po ndryshojmë, që të lidhen me funksionin në interes publik, jo me statusin e gazetarit dhe jo me pozicionin e punës. Pra duhet bërë kujdes, për shembull mos të thuhet për ata që punojnë në organizata mediatike, por duhet kuptohet në bazë të funksionit që kryejnë, që mund të jetë çdo individ që në mënyrë të rregullt ose të herpashershme ndan informacione në interes të publikut e merat. Pra këto janë çështje sensitive që janë kundërshtuar nga një pjesë e sektorit, mendoj edhe më përpara, sidomos kjo për statusin e gazetarit dhe duhet parë më me kujdes. Kështu që do të vlerësoja të kishim materialet me shkrim, do ju japim komente me shkrim dhe na thoni për afatin që kemi në dispozicion dhe se si dhe ne mund të angazhojmë edhe më shumë përfaqësues të tjerë të shoqërisë civile, po dhe të medias që të realizojmë atë që ju thatë, që është konsultimi me bazë të gjërë. Shumë faleminderit. Për t'i kthyer përgjigje shqetësimeve. E para, ligji se ne kemi diskutuar edhe me grupin e ekspertëve, ligji për mediat audiovizive është një ligj shumë sensitiv. Është një ligj që kërkon një debat shumë të gjerë, që prek industrinë dhe po njëkohësisht që lidhet edhe me element të tjerë për te gazetarëve, që ka nevojë për një konsultim shumë gjerë dhe me zonjën Luarasi kemi diskutuar që ne do marrim gjithë kohën e mundshme, që fituam tani, sepse fituam pak kohë meqense propozuam ndryshimet e kodit, që është një hap i parë që tregon që po angazhohemi për të vazhduar me ligjin e mediave audiovizive. Ekspertët që janë po këtu kanë një draft të parë nga platforma, po që ka nevojë për shumë gjëra për të diskutuar. Bashkë me Këshillin e Evropës kanë nisur diskutimet me një eksperte, ka një seancë të dytë me datën 17, pra është një proces i cili do të jetë i hapur. Për mua, edhe si përfaqësuese e opozitës, ka rëndësi jashtëzakonisht shumë që ai ligj që është aq sensitiv dhe që prek aq shumë interesa të ketë një debat sa më të gjerë. Dhe kemi rënë dakord parimisht për këtë proces. Së dyti, kodi i ri nuk përfundon dot tani shpejt. Sipas gjykimit të Komisionit Evropian, kodi i ri do mbi 6 muaj të përfundojë, sepse është në një drejtim të paditur në shumë fusha, që sado që të bëhen konsultime nuk e kam idenë se si mund ta mbledhin, kështu që është rënë dakord që ndryshimet që ne do të bëjmë në këtë kodin aktual, që tregojnë vullnetin
për çështje të lirisë së shprehjes, për fyerjen, për kërcënimin, do të merren kështu siç bëhen këtu edhe në kodin e ri. Së treti, ne nisëm sot qëllimisht për t'ju dhënë kohë juve, sepse Parlamenti mbyll ditën e njëjtë. Dhe duke qenë se mbyll ditën e njëjtë dhe pastaj ka 3 javë pushim, ne donim që këtë periudhë ta përdornim për t'i mbledhur gjitha komentet. Edhe të kishim edhe një diskutim sa më të gjerë. Dhe donim që ta nisim komentin këtu në parlament, mos shkonim në vende të tjera për të bërë një debat për ligjin. Projekt ligji është online. Unë shpresoj që ju të gjithë sillni komente atje, jo vetëm ke platforma, po njëkohësisht edhe zyrtarisht, meqense ne hapëm zyrtarisht bashkë me zonjën Luarasin, ne nuk e morëm gjithë komisionin qëllimisht, ishim vetëm kryesia që ta kishim pak bisedën më të thjeshtë edhe për tu organizuar. Dhe i presim edhe komentet e shkruara. Përsa i përket statusit të gazetarit, ka qenë një ide që ne kemi qenë duke diskutuar, sepse diku do përkufizohet. Jo gazetari jo puna e gazetarit, po do të kemi një referencë, sepse për momentin nuk kemi referenca diku. Edhe kjo që po bëjmë në kod, ekspertët kanë marrë një përkufizim që janë referuar slapit, kur është përcaktuar edhe në legjislacionin evropian. Po kjo është diçka që nuk as ka filluar të punohet, është vetëm një mendim që lindi kur filluam ndryshimet e kodit. Edhe po e them edhe një herë që shpresoj të fokusohemi ke gjërat pozitive. Profesor Marku na vjen ndim këtu tani në këtë moment. Urdhë? Po, ne nuk e miratojmë dot qartësisht kodin tani, kështu që do të jetë për seancën e janarit. Por po, do më thënë sa më shpejt në fillim. Këtë draft, kështu siç është bërë, punën e ekspertëve, edhe komentet të gjitha, ne do t'i çojmë edhe në Komisionin Evropian në Bruksel, sepse do të ketë konsultim jo vetëm këtu, po edhe atje. Dy gjëra, vetëm për që të mos krijohen që procesi të jetë mendoj sa më i qartë. E para, ne si grup ekspertësh kemi punu për kodin e vjetër penal. Pra, të ndryshim, por kemi shfrytzu produktin e platformës që është kryesisht e karë nga organizata që drejtoni ju, ku kishte edhe krahasime me kodin e vjetër, kodin e ri, dhe jemi përqendruar të gjëra që duke u heq këtu praktikisht ndikojnë edhe te pjesa tjetër. Pra kjo është e gjërat thelbësore i kemi reflektuar, sepse pavarësisht formës, po themi ndryshimeve që kanë dy variantet, prap çështja kryesore ngelet dhe ne jemi mundësuar të adresojmë çështën themelore. Kjo është gjëja e parë. E dyta, as tek platforma, që është një farë mënyre një produkt i një konsensusi mes BE-s, Këshillit të Europës e tjere, organizatave, nuk diskutohet për një status të gazetarit. As rekomandimet e BE-s nuk e kërkojnë, është shumë e vështirë gjesh modele, dhe që t'jemi qartë, ne as tek platforma, as si grup ekspertësh, as nuk e kemi diskutuar dhe as nuk mund ta diskutojmë një çështje për statusin e gazetarit. Që të mos krijojmë keq kuptime. Pra, ne na është thënë që do duhet të bëhen. Unë personalisht jam kundër një ligji për statusin e gazetarit. E shikoj nga pikpamja profesionale, e shikoj pa mundur të bëhet pa cënuar disa interesa. Një model është Italia me urdhën e gazetarit të kohës së Mussolinit, është një atavizëm juridik që ka ngel dhe që praktikisht asnjë vend evropian nuk e ka, kështu që unë për vete tash si ekspert them që nuk ka nevojë të bëhet dhe nuk duhet të bëhet. Edhe jam dakord edhe me atë që tha Isaj që kjo mund të çojë pastaj në kufizime etj. Kështu që sepse gazetari nuk ka ardhur nga grupi ekspertëve, stafi teknik i kuvendit për teknikë legjislative. Jo, për teknikë legjislative thanë që ka nevojë që ta përkufizojmë diku. Domethënë s'ka lidhje fare me punën e ekspertëve dhe të platformës. Për të sqaruar sepse krijon keq kuptime kot. Pra nuk po punohet dhe as nuk është në diskutim një status gazetari në këtë proces, që është procesi i parafrimit me BE-n. Që t'jemi qartë, nëse dikush do ketë një nismë ligjore, është çështje tjetër dhe është çështje e parlamentit, pastaj nuk është çështje jona. Por që t'jemi qartë, nuk është diskutuar kurrë dhe as nuk është punuar dhe as nuk
mund të diskutohet, po tjetë që diskutohet kjo çështje, unë për vete nuk marr pjesë sepse nuk mendoj që duhet, dhe s'mund të kontribuoj për diçka që mendoj që s'duhet. Kaq për qenë qartë. Kurse ky produkt tu është produkt për kodin e vjetër penal, duke reflektuar edhe disa gjëra që mund të kaq. Ky është shpjegimi për të qartësuar procesin. Faleminderit profesor, na mori Isa na çojnë drejtim gabuar, që normalisht na çon drejtime të mira. Stafi i kuvendit mendoi që ishte nevoja për të gjetur një përkufizim për statusin e gazetarit. Dhe ishte një diskutim për teknik legjislative, po unë do ja jap në fund fjalën këshilltarit për ta specifikuar edhe më qartë. Kush do të flas? Po, urdhë. Pastaj Klodi dhe po. Faleminderit zonja kryetare. Rodenoxa nga Qendra Shqiptare për Gazetaritë Cilësore. Ndihes për zërin se jena ftof, dimër. Tani, është një iniciativë jashtëzakonisht shumë e mirë. Për sa i përket neneve 119 dhe 120 normalisht jemi on board gjithë kohës, për shkak se janë anakroniste, janë të rregulluara tërësisht nga kuadri ligjor i drejtës civile, është e panevojshme që të jenë më në kod penal. Problemet që shohun, domethënë, edhe po i ngri këto si probleme me idenë jo për të bërë kritik iniciativës, por për të ngritur çështje që mund të diskutohen edhe më tej dhe që mund të mbushen si boshllëqe. Ja, që shohun të paktën janë për ne 237 dhe 238. Nëse nisemi që nga refuzimi i vet gazetarëve për të pasur një përkufizim se cili është pozicioni apo cili është roli apo cili është profesioni i gazetarit, që në atë moment shtesat që domethënë përpiqen të përfshihen në ligj, amendimet bien poshtë. Për shkak se vet përkufizimi i rolit të gazetarit është tërësisht i papërcaktueshëm. Edhe nëse përcaktohet, pash edhe relacionin shoqërues të projekt ligjit. Duhet një arsyetim jashtëzakonisht shumë i fortë pse roli i gazetarit duhet të ketë një diskriminim pozitiv të tillë në dy aspekte. Një është në aspektin për sa i përket pse gazetari dhe jo mjeku dhe jo polici dhe jo X, jo Y, jo Z-ja. Mirë. E kuptoj. Po aty mund futet edhe bukpjeksi dhe minatori dhe një sa shërbim publik. Ai është problemi. Domethënë duhet bërë një arsyetim jashtëzakonisht shumë herë më i gjerë, të paktën të relacionit shpjegues pse gazetari futet tek shërbimet publike. E pash ishte jashtëzakonisht shumë i cekët. Përtej kësaj aspekti i dytë është pse duhet të ketë një diskriminim pozitiv për goditjen e gazetarit për shkak të profesionit të tij në 3 vjet penalizim, kur për gjithë rolet e tjera është 2 vjet. Duhet të ketë edhe këtu një shpjegim. Pastaj frika ime më e madhe është se kalojmë në një mbi rregullim ekstrem që pastaj të gjithë grupet e tjera të interesit do të çohen për profesionet e tyre ta kërkojnë po të njëjtin rregullim. Aty është goditje për shkak të profesionit, jo për lirinë e shprehjes. Prandaj po i ngri si pika sepse janë kundërshtime që do bëhen herët avon. Mund të ketë ndërhyrje tjetër strategjike për sa i përket këtyre dy neneve në fjalorin e tyre, pa që nevoja që gazetarit të jetë i përfshirë specifikisht, ose të ndërhyjet në mënyrë të atillë që komentari i kodit penal dhe relacionet shpjeguese ta përcaktojnë edhe specifikisht gazetarin pse si qysh tek. Po kjo duhet shkojë deri në gjykatë të lartë që të ketë një vendim unifikues normalisht. Pastaj problem që shohun të 261-shit, të ndryshimet e nenit 261 është mbi rregullim dhe detajimet e pruar dhe dyta janë tokë fjalësh për sa i përket për shembull mënyrë të padrejtë. Neni 3 i projekt ligjit. Neni 3 i projekt ligjit. Do të thënë është një mbi specifikim ekstrem përveç asaj ka edhe tokë fjalë që për shembull mënyrë e padrejtë. Nuk ekziston në terminologjinë ligjore mënyrë e padrejtë, duhet të jetë mënyrë e paligjshme. Problemi kryesor që shohim të paktën te 237 dhe 38 në moment që vetë gazetarët nuk bien dakord se cili është përkufizimi i rolit të gazetarit, bie poshtë si amendim, sado domethënë qëllimi është jashtëzakonisht shumë pozitiv. Për vetë faktin se unë them jam gazetar se shkruaj në Facebook. Tjetri thotë jo ti si se nuk punon redaksi. Këto janë probleme që jo për të bërë kundër pedal për iniciativën, po që e di shumë mirë që do ngrihen nga kritikuesit e iniciativës. Sepse janë probleme do të thënë në faqe të parë dhe kryesorja është një justifikim jashtëzakonisht shumë i fuqishëm pse gazetari duhet të jetë i veçuar nga të gjithë profesionet e tjera.
Rohemi edhe direktivës Këshillit të Evropës për këtë, do marrim njëkohësisht edhe të gjitha sqarimet, justifikimet atje përkatëse, dhe unë që mendoja që kjo iniciativa s'do kishte kundërshti. Po, Klodi dhe më pas Isa. Në fakt tek neni 119 shumë shkurt. Okay. Te neni 119A dhe 119B, në fakt ne kemi disa propozime aty, pra ka shumë nevojë që saksohet nëse materialet kanë qëllim të nxisin urrëtie, dhunë ose diskriminim ndaj individëve ose grupeve. Përmbajtja nuk përbën debat për edukime ose analizë shkencore dhe veprimi shkakton një dëm të dukshëm apo rrezikon interesin publik. Pra ka nevojë për të përmirësuar, po jo për të hequr fare. Ndërkohë që te neni 119B, ne kemi sjellë si sugjerim që fyerja e qëllimshme publike ndaj një personi për shkak të përkatësisë etnike, kombësisë, racës ose fesë dënohet vetëm nëse ka qëllim të dëmtoj reputacionin ose dinjitetin e individit, të kalon kufit e shprehjes së lirë duke përjashtuar kritikat legjitime, debatet publike dhe shprehjes satirike ose edukative, ka shkaktuar ose ka potencial për të shkaktuar një dëm të dukshëm ndaj individit të prekur. Do të thënë, këto janë dy nene që ne sjellim rekomandime sepse po. Qartë. Po, ne kemi thënë që duhet ishe, po megjithatë ka një risk aty. Okej, po ka një lloj risku. Keni shumë të drejtë. Po. Prandaj po I bëjmë konsultimet, patjetër, po. Isa, Erioni dhe Tani, shumë mirë që edhe tek titulli që na keni ftuar ka qenë debat dhe konsultim. Pra unë do I përgjigjem në këtë rast Rodenit dhe përmes kësaj përgjigje dhe të gjitha atyre që mund ta kenë të njëjtin shqetësim. E para, mbrojtja e gazetarëve nuk është privilegj në kuptimin, pra unë me thënë drejtën kam disa vite në profesion dhe nuk më ka ndodhur që të raportoj në herë që dikush shkoi edhe I ra grusht buk pjekësit pse ma poqe bukën mirë ose keq, ose ta hedhin në gjyq. Pra, pyetja kryesore që ju bët me të drejtë është pse ne kërkojmë të mbrohemi kur ne nuk duam të përcaktohemi që jemi gazetarë. Kjo është thelbigjoz. Po, qartë. Pra përcaktimin pse nuk duhet ne e kemi thënë, por sot që ne flasim, Shqipëria është shumë e vogël. Ne e dim se kush është gazetar në Shqipëri dhe kush se din dhe bashkë me neve dhe autoritetet. Si dihet kush është gazetar dhe kush jo? Pra, ne kemi televizione të cilët kanë të punësuar. Ne kemi portale që kanë të punësuar dhe një grup I tretë është freelanci. Dhe organizatat mediatike të cilët kanë antar, por edhe të punësuar aty që punojnë për organizatën. Nuk do ishte problem identifikimi sepse në projekt propozim pra evidentohet qartë, thuhet pra me mjete të dukshme apo jo. Pra, kur të identifikueshme, pra për gazetarët dhe punonësit e medias. Mjetet e identifikueshme janë begji, është kamera, është mikrofoni. Pra këto janë mjetet e identifikueshme, sepse edhe unë mund të jem, pra mund të ngrej pikë pyetje, ndoshta jo dakord, po nëse unë shkoj veshur me kapele, me kapuç, sado gazetar të jem unë në kuptimin ku e din ai qytetari që unë jam gazetar. Pra ndaj është vënë mjetet të identifikueshme si gazetar. Mendoj unë që kjo është linja që duhet punojmë. Ne kemi Maqedoninë e Veriut që ka një nen të tillë, pra për mbrojtjen e gazetarëve për shkak dhe goditjen e tyre për shkak të detyrës që shkojnë, bëjnë edhe burg. Dhe me sa di unë, kjo është përgjigje nga Jorida, duhet ta jap, por po japun goditja për shkak të detyrës është 3 deri në 5, nuk është për gjitha, ndaj është bërë me sa di unë 3 deri në 5 vite. Unë doja ndoshta nga eksperienca e mëparshme në procese konsultuese me Parlamentin, do të jetë me vlerë që të bashkëndojmë sa më mirë energjitë dhe eksperiencat duke
hartuar një kalendar pune të konsultimeve, që besoj se sot është takimi i parë dhe mund të jetë jemi në kohë që të ndahet një kalendar kur parashikohen hapat e mëtejshëm, kur duhen sjell rekomandimet, sa afatet të jenë sa më të qarta. Dhe sigurisht sot jemi përpara një drafti që propozimesh të grupit të ekspertëve, që janë të gjithë shumë besoj me eksperiencën e dur, po të koordinohemi më mirë që të njihemi dhe të bashkëpunojmë që forca kryesore e këtij konsultimeve të jetë 2 nenet e para, ajo që është thembra e akilit, dhe këtu të bëhemi një çik më tolerant tek pjesa tjetër pastaj mendimeve të ndryshme që mund të kemi. Në rast se ky kod penal do hiqet ajo që kemi thënë gjithmonë, frigoriferi, ngrirja e penalizimit të lirisë shprehjes, do jetë një sukses i këtyre diskutimeve tona. Mendime të ndryshme pastaj me ato që u thanë, kemi plot edhe thash edhe pjesa e neneve që kanë të bëjnë me shpërndarjen e materialeve raciste dhe ksenofobike nuk mundet të hiqet si nen për mua, është në gjitha vendet e Bashkimit Evropian po merren masa për të rregulluar më mirë rrjetet online, për të shkuar drejt gjobave, ndoshta jo vetëm burgut, po dhe gjobave të shumë të larta ndaj atyre që po helmojnë të hapësirë online. Për çështjen e Rodenit edhe diskutimeve që do ketë nevojë edhe stafi që të ketë një përkufizim më të mirë kush është gazetar, ne e patëm në diskutime edhe në Komisionin e Dezinformimit për kush do përcaktohet që do jetë influencer, kush do jetë bloger, kush do jetë gazetar që punon në një organ të regjistruar. Është një temë që ka nevojë për të qartësuar, po mund të them që mund të jemi ai që do marrë mbrojtje nga këto nene do jetë dikush që është i regjistruar në një ent, që mund të jetë edhe një shoqat gazetarësh, ka një kartë antarësie, ashtu si sot për shembull mund të jemi përpara fakteve, gjetjeve që e incentivojnë dikë që të regjistrohet. Në rast se do marrësh mbrojtje ligjore, kur të shkosh të bësh punën tënde, regjistrimi në një antarësi të caktuar që mund të jetë urdhri gazetarëve në të ardhme që do jetë funksional, një shoqat mediatike që mund të jenë disa jo vetëm një, mund të jetë një mënyrë që të marrësh dhe mbrojtjen ligjore nga këto nene. Në rast se ti do të jesh i pavarur, të jesh influencer, të kesh ndjekësit e tu dhe nuk ke nevojë të regjistrohesh, nuk do e kesh të mbrojtje. Nuk është përjashtuese domethënë, kjo mund të jetë një zgjidhje. Një shembull që mund të jetë për shembull, ne kemi ndeshjet e kombëtares, çdo deri më sot gjithkush mund të thotë që un jam një fotograf dhe dua të hyj pa bilet të shoh ndeshjet dhe të takoj lojtarët e preferuar, por dhe ai është detyruar të ketë një antarësi në një shoqat gazetarësh, të ketë një kartë gazetari që të hyjë në stadium. Nuk është e thënë që dikush që s'regjistrohet i humbet vetë drejta për të bërë fotografi, thjesht ai nuk hyn në stadium pa bilet. Kjo mund të jetë një zgjidhje që them unë në këtë fazë që jemi në lidhje me këtë ligj. Sigurisht ka shumë pastaj të tjera për të bërë rregullimet e brendshme që të kemi mundësi të njohim kush janë ata që fshihen mbas portaleve të caktuara dhe përdoren për të bërë presione edhe ndaj gazetarëve të tjerë që janë të rregullt, edhe kush janë influencer, kush janë bloger. Faleminderit. Një serim i vogël. Pra ne kemi seru pak a shumë jemi mundu, po normalisht do duhet specifiku se nuk është, po ne themi një gazetari ose personit vetëpunësuar, pra freelancit, sepse ne nuk mund të përjashtojmë qoftë gazetar konsideron edhe ata që janë të vetë freelance, tendenca sot është që më shumë punojnë një pjesë e madhe po kalojnë në pozicion freelance. Ne kemi përfshi antarët e organizatave të rregulluese që normalisht janë organizatat e gazetarëve, pra që t'japin një tip licence dhe pastaj mediave të regjistruara në Republikën e Shqipërisë. Që të ketë një adresim ligjor të asaj se çfarë praktikisht konsiderohet gazetar, se mund dalë them jam gazetar dhe shpirt dhe s'jam asnjërin prej tyre. Kështu normalisht këtu ka vend për debat që të bëhet më mirë kjo, po ne për momentin gjetëm të formulim. Po pra themi të organizatave vetë rregulluese. Mund të shtojmë dhe organizatat e profesionistëve të medias. Po kur fusim organizatave të rregulluese, se në këtë kuadër futën të gjitha konceptualisht,
Ne praktikisht kemi organizatat e gazetarëve, çdo lloj organizate që merret, që ka të drejtë japin një tip dëshmie akreditimi si gazetar. Mund të jesh një organizatë ndërkombëtare, jo domosdoshmërisht organizata në Shqipëri. Ndoshta mund sqarohet. Gjigje edhe Ermali, do marrë fjalën Armando, po ne mendojmë me Irisin që deri me datën 5 janar të presim komentet, dhe më pas të bëjmë një plan pune mbas marrjes komenteve. Sigurisht kemi nevojë për diskutimin e brendshëm për të vendosur në mënyrë eksakte se cila do të jenë direktiva që do pranohen. Ne do të bëjmë edhe me Këshillin e Evropës një event pak të madh publik për të diskutuar dhe prezantuar më gjerë draftin final, me shpresën që të jetë java e 4 të janarit, java kur mund të miratohet. Parlamenti fillon javën e 3 janarit, po është ceremoniale dhe seanca tjetër është seanca e radhës kur ne mund të kemi diskutime. Sa të mblidhen komisionet, pra ideja është që ne kemi që nga sot kur hapen publikisht konsultimet, megjithëse iniciativa ka pothuajse 3 javë, 4 javë që është prezantuar, i bie që kemi 1 muaj e gjysëm kohë. Armando. Okej, faleminderit zonja Tabaku. Armando Bode, bashkëpunëtor ligjor i SAIDEV-it, edhe kisha më merak këtyre dy gjëra sepse shikoj që kjo është nisur nga një draft shumë i hershëm që bashkë me Blerianën kemi ndërtuar, edhe janë disa referencat që i kam vënë me dorën time, kështu që e kam shumë merak që të përdoret siç duhet dhe mos ketë kështu bashkime dhe humb kuptimi pasaj. Bashkohem me ekspertët e kuvendit për merakjet që kanë, sepse edhe unë në momentin që po bëja sugjerime për draftin e ri të kodit penal, kisha të njëjtat dilema kur i shkruaja këto. Megjithatë do të përpiqem të sqaroj shumë shkurt tani, po gjithsesi në çdo rast ne do marrim kohën që t'ja unisim me shkrim që të jetë të gjitha të qarta. U përmend disa herë për 119 anë dhe bën që në fakt duhet të qëndrojnë dhe kështu është. U referuan standardet e Këshillit të Evropës, po në fakt ka dhe një vendim të 2008-s, është një framework decision, nuk është direktivë specifike e vetë Bashkimit Evropian, që për çështje të tilla kërkon kriminalizim në çdo rast. Kështu që është do i hynim diçkaje që nuk na bën sens as me BE-n. Thjesht për komfort të vendimit që shoh që ju keni marrë që ato të vazhdojnë të qëndrojnë. Në lidhje pastaj me çështjet e 237-s dhe 238-s. Po, nuk janë në mënyrë organike të përfshira aty dhe ka qenë një koment që ne kemi besoj adresuar zonjës Tabaku që një draft të hershëm për këto ndërhyrje. Kjo është një zgjidhje, le të themi deri diku ad hoc, që mos bëjmë zgjidhje super agresive që ndryshojmë gjithë strukturën e kodit aktual për nene specifike për gazetarët dhe është përpjekur me sa kuptoj të futen te struktura aktuale. Sugjerimi gjithmonë ka qenë, për shkak se këto nene kryesisht trajtojnë profesionet që ushtrojnë shërbime publike, të zgjerohet kjo drejt punës me interes publik dhe këtu mendojmë që pastaj përfshihen lehtësisht gazetarët po dhe profesionistët e medias. Jemi shumë kënaqur që shikojmë që fokusi është dhe aty, që të përfshihet përtej gazetarit dhe profesionisti i medias, ka kështu debate gjatë gjithë kohës edhe në BE, nëse duhet të jetë punonjës, punëtor apo profesionisti i medias. Unë mendoj që profesionisti i medias është ajo më gjithëpërfshirësja, që ka nevojë për të përgjigjë Rodenit, që ka nevojë që këto të përfshihen, kjo është e padiskutueshme. Ka nevojë sepse Bleriana ndoshta mund thotë diçka më tepër në të gjitha tryezat e diskutimit, kjo ka qenë një nevojë e kahershme. Jam po ashtu dakord që ka nevojë të fusim një lloj për kufizimin në mënyrë që të jetë e qartë, se pastaj do jetë çështje interpretimi kush kualifikohet apo kush nuk kualifikohet. Po në strukturën aktuale kjo mendoj nga ana juridike është zgjidhja më e mundshme. Pastaj nëse është vullneti për të pasur një ndërhyrje më holistike apo më agresive, do thoja, është momenti për ta bërë tek drafti i ri që edhe ne kemi vënë disa sugjerime. Ndërkohë për të tjerat besoj u e zauruan edhe jemi dakord. Çështja e humbjeve të dokumentit sekret, mendoj referenca është e gabuar, nuk është fare te 296-ta, po e shikonim dhe tani dhe është 295-a më sipër, që flet për përhapjen, se kjo flet për humbjen e dokumentit, ndërkohë përhapja është një nen më sipër. Në kodin aktual duhet jetë 295-a. Fraksion A, po.
Është një nen më sipër. S'po futem shumë në detaje. Citimi 296 është i qartë, por nuk është këtu problemi, nëse duhet të sugjerohet të ndërhyet të neni përhapjes. Sepse kjo është dukshëm që nuk, zonja Tabaku e tha, është dukshëm që nuk prek punën e gazetarëve. Shikoj këtu po ashtu, ndjes nëse u futa shumë në detaje, për nenin... Po. Do më thënë, specifikat për kufizimet, tamam, do t'i marrim edhe me shkrim. E kisha më shumë, sepse unë ngritën si çështje dhe tani ta them si ndoshta ndërhartuesit e parë të këtyre sugjerimeve. 268 po ashtu nuk ka nevojë të ndërhyet, se flitet gjithmonë për Republikën dhe për simbolet. Meraku është gjithmonë kur flitet për figurat apo për udhëheqësit. Në kodin e ri tentohet të futet e kemi diskutuar dhe një takim që kemi pas me zonjën Luarasi. Problemi është me kodin e ri ku po futet, ku synohet të mbrohet presidenti dhe të tjerë. Kjo është pak merak. Ndërkohë kur flasim për flamurimet dhe për simbolet, po ka nevojë për mbrojtje në nivel penal. Këtë po themi, ata nuk duhet të fitojnë një mbrojtje, se duhet jenë përkundra si objekti kritikës edhe sharjes. Këto nga ana jonë, megjithatë, siç tha zonja Tabaku, dhe ne do nisim me shkrim në mënyrë që të jenë më të qarta, ndoshta. Faleminderit. Okej, po. Faleminderit. Atëherë, faleminderit zonja kryetare. Në fakt, unë sigurisht edhe unë patjetër në emër të Organizatës Respublika do nis me shkrim komente, por po them 2-3 gjëra, 2-3 komente të vogla, konsiderata të vogla për momentin, për të ditur pak a shumë të tjerët se çfarë komentesh do bëjmë secili prej nesh. Qëndrimet nuk janë homogjene, domethënë, ka një lloj, si thosh, vonde nuk bien dakord, vonde po. Për shembull, për sa i përket heqjes 190-120-s, pra shpifja e fyrja, pak a shumë duket që qëndrimi është i unifikuar, sepse realizohet qëllimi i mbrojtjes reputacionit edhe përmes dispozitave të kodit civil, por ka nevojë pastaj për të riparë, ndoshta për të pasur pak më tepër kujdes tek dispozitivat e tjera. Për shembull, goditja për shkak të detyrës, kanosja për shkak të detyrës, nevoja që lind për momentin që të përfshihen gazetarë, sepse domethënë dispozita nuk ka qenë mjaftueshëm e qartë në zbatimin e saj në praktik. Jo se s'ka pasur tentativa për ta zbatuar realisht në praktik këtë. Ka vendim gjykatës lartë për çështjen e një gazetari të Teor Rozafës, i cili është goditur dhe është trajtuar si goditje për shkak të detyrës, por nuk është dënuar për shkak të detyrës sepse nuk kishte i kontratë pune me televizionin, pra diskutojë situata faktike në atë çështje, por jo se nuk e ka iden gjyqësori të zbatimit të dispozitive aktuale siç është edhe për gazetarët. Ndoshta ka nevojë për një definicion më të mirë. Patjetër që mos e përjashtoj a priori gazetarin nga zbatimi i kësaj dispozite. Këtu unë do thoja që nuk është vetëm rasti gazetarit që ka nevojë të mbrohet, po ka dhe shërbime tjera publike që kryen në mënyrë private, noteri është shërbim publik, avokati ndihmës juridike është shërbim publik, ka disa lloj shërbimesh publike dhe mos themi vetëm gazetari, sepse duket sikur ja veshim cilësisë individit më tepër sa funksionit që kryen në një moment caktuar. Mënyra se si deri tani duket e formuluar dispozita, për shembull shenja dalluese të kamerës, mikrofonit, badge etj, duket sikur po qose isa një moment caktuar do i lërë gjithë ato në shtëpi dhe do goditet të ndark për një shkrim që ka bërë dje apo para një jave, ai nuk do përfshihet më në atë lloj dispozite, ajo lloj goditje patjetër do përfshihet sepse lidhet me funksionin që e ka kryer. Kjo do kuptohet shkak të rrethanave që do hetohet. Në të kundërt, nëse ka mikrofonin në dorë, kamerën, badge-in por goditet për shkak të një borxhi privat, nuk është më një gazetar në atë rast po goditet, por është një individ për një tjetër shkak. Pra në këtë kuptim duhet parë pak tek sigurisht do mundohemi të bëjmë një ridraftim të kësaj dispozite për t'u sjellë dhe juve, por domethënë duhet më kujdes pak për këtë pjesë. Pra, edhe ta bëjmë një përshkrim pak më gjenerik, që të përfshijë edhe kategoritë tjera të shërbimeve publike, por që nuk janë detyrimisht shtetërore, dhe të jetë sa më saktë edhe për sa i përket situatës faktike që dikton ndjekjen penale rasti konkret. Kjo vlen edhe për kanosin, kuptohet. Për sa i përket pasaj pjesës së shprehjeve raciste ksenofobike, do thoja që Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit e ka thënë shprehimisht që çfarë janë shprehje raciste ksenofobike nuk futen fare në sferën e lirisë shprehjes. Që do thotë që këto çështje
mund të mbrohen për rrethana të tjera, por jo për çështjet lidhur shpresë, pra kjo lloj drejte nuk futet këtu, dhe si e tillë nuk është një justifikim, si thua, për ta hequr këtë nga Kodi Penal fare. Ndoshta ka nevojë të rishifet si formulim për efektet pa dëshiruar që mund të krijojë aktualisht dispozita, por domethënë duhet të tregoj pa kujdes te kjo pjesë. Dhe së fundi, pastaj për sa i përket simboleve tjera të patjetër që është e rëndësishme të vazhdojnë të mbrohen simbolet e Republikës, po jo institucionet, që kjo ka lidhje me draftin e ri, sepse institucionet nuk kanë drejt të mbrojnë reputacionin si rregull. Sipas prap Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe një praktikë tashme që ka filluar edhe në gjykatën tonë shqiptare. Megjithatë, ne do duhet gjithsesi domethënë ta konsiderojmë pak edhe shkrirjen e kësaj historisë me kodin e ri penal, domethënë sepse këto do vinë së bashku në një moment. Po. Pikërisht, ai kod ka shumë probleme, është e vërteta, por nuk po diskutojmë atë. Po. Ajo që ne mirafojmë këtu në lidhje me kodin penal, do transpozohet ky kodi i ri by default, se nuk do kishte më logjik vendimarrja e parlamentit për ndryshime në kodin penal, dhe pastaj do fillojmë të diskutojmë, domethënë këto do quhen, unë mendoj që do quhen by default finale te kodi i ri penal. Eksakt. Po, edhe përsa i përket sekretit, një gjë e fundit fare, sigurisht zotëria parafolën Armando e tha domethënë që kemi të bëjmë me një dispozitë ndoshta ka një konfuzion, sepse nuk është ne 296 ai që duhet trajtojë si rregull shqetësimin, po është 295 fraksion A, sidomos paragrafi 4 që ngarkon gazetarin pasi paralajmërohet nga prokurori. Kjo ka çik nevojë për diskutim, nuk është kaq e lehtë për ta hequr, sepse ka ca efekte që duhet mbrohen. Por është për ta parë. Po gjithsesi 296 nuk ka lidhje, domethënë. Tani sigurisht këto gjithë do jenë pjesë e komentave që do bëjmë me shkrim, megjithatë do thoja që për kodin e ri penal, meqense diskutimet do bëhen së bashku, është nevojshme që të kuptohet, domethënë çik që fryma e kodit penal ka nevojë për të marrë në konsiderat edhe kur diskutohet ky amendament tu. Se kemi të bëjmë për të kuptuar se cila është fryma, merrni lexoni pikën 2 në 140 të kodit të ri penal, që të kuptojnë se ku jemi. Jemi ke një frymë moraliste, që është tjetër gjë nga ajo çfarë ka nevojë një shtet, një shoqëri demokratike. Po shikoni ke neni përkatës, ku unë thash, keni gjithë listën e kapitaleve, mëkateve kapitale të Biblës. E keni aty të shprehimisht, makutria, gryksia, kjo gjitha domethënë me radhë, zilia, të tëra, si motive. Çka do thotë që Kodi Penal i ri, autorët e tij kanë synuar të kriminalizojnë personin për shkak të mos përputhjes së tij me moralin, jo me dëmtimin që mund t'i sjellin shoqërisë demokratike. Kjo tani sigurisht domethënë ka nevojë të shifet së bashku me të pjesë. Nëse do të mund ta shkëputim, pra ta kthejmë, ta bëjmë më empirik si kod dhe më pak moralist, do kemi pastaj edhe ndërthurje më integrale, më të mirë të këtyre propozimeve. Por do të shkojmë bashkë. Nëse gjithë këto do jemi prapë me shkrim nga ana jonë. Faleminderit. Në fakt, unë do shtoja diçka në lidhje me se më përshtatet kjo që sapo tha Doriane, po e filloi nga e para. Faktikisht do vita që në kuvend duket se ka ardhur ligji për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. Po. Tash një nga ato ndryshime që bën ky ligj në përputhje me direktivën e Bashkimit Evropian për sinjalizimin është pikërisht sepse heq motivimin. Ligji aktual për sinjalizuesin thot sinjalizimi merret i konsiderueshëm nëse është në mirë besim. Tash se kush e peshon besimin, atëherë kjo dhe pak për koherencë do kaloj ke pjesë 2. Ndërkohë që ligji aktual e heq besimin, pra nuk ekziston më besimi, thjesht merret fakti dhe analizohet dhe pastaj mundet të rezultojë dhe i gabuar për personi në ushtrimin e lirisë së shprehjes. Tash nëse ekstrapolojmë të për koherencë një lloj me lirinë e shprehjes, dënimi, kriminalizimi, përfyerje, deri diku fillon të bëhet problematik. Kështu që po nga ana tjetër, për sa i përket vetë rregullimit, unë në shumicën e diskutimeve këto vite që kemi bërë është sepse debati më i madh në komunitetin e mediave ekziston lidhje me rregullimin apo vetë rregullimit. Tash kodi është një ndërhyrje shumë rregullative. Por nga mënyra se si, duke qenë se ka një dakordsi për vetë rregullim, dhe me vetë rregullimi nuk është se është ecur shumë, duhet parë pak mendoj në kuadër pak më të gjerë se si mundet që
që të artikulohet në mënyrë të tillë që t'i shërbej dhe vetë rregullimit dhe diskutimi pastaj për të kategorizuar midis punonjësve të mediave në përgjithësi, por nën kategorive të caktuara që janë institucione caktuara mediatike të vendore apo ndërkombëtare, sepse kur një gazetar publikon një artikull i një media të caktuar, të strukturuar, një kanal televiziv, ka redaktor, nuk mundet që t'jetë vetëm gazetari, se kam përshtypjen sikur shkohet dhe këtë e vëre për shembull dhe kur po të marrësh se kam për këtë diskutim në Komisionin e Sigurisë për ligjin për policinë e shtetit. Flitet për policimin dhe pastaj flitet në të gjitha anetet polici. Pra, është shumë e madhe hapësira midis profesionit dhe individit dhe kaloi direkt, pra, kjo pjesa e ndërmjetme midis ndarjes së distribucionit të përgjegjësisë është shumë e paqartë. Pra, gazetari, cili është gazetari, i cili del nesër një artikull dhe shkon në gjyq ai si autor, po gjithë pjesa tjetër e institucionit, pra e media si përfaqëson. Dhe këtu pastaj tek vetë rregullimi fillojmë edhe vetë u bëjmë dallimin midis atyre që janë të atachuar tek një institucion dhe ata që janë freelance për shkak të përgjigj. Tash kodi në këtë mënyrë siç është nuk e bën dot dallimin, po duke pasur në mendje edhe vetë rregullimin i cili është në proces e sipër, mendoj që kjo do ta ndihmonte që të shifej pak në një kornizë pak më të gjerë, për të mos pasur dhe përplasje koncepte, se pastaj pra ne po them kur mundet që nesër gazetari për të mbrojtur thotë ok, unë jam një sinjalizues, jam whistleblower, se të paktën i është hequr e drejta aty mbrohet sepse i është hequr motivimi. Kurse si gazetar është i pambrojtur sepse motivimi është i vlefshëm. Kështu që ka mbi probleme dhe harmonizimi me sa shoh të këtyre nenëve. Faleminderit Bleriana dhe më pas edhe Irisi në fund. Faleminderit kryetare. Unë mendoj që kodit penal duhet mos i veshim më shumë se ç'mund të bëj. Sa i takon çështjes lirisë së shprehjes dhe sigurisë gazetarëve. Unë do të vete prapë te pika që tha Rodeni dhe të arsye sepse është kërkuar mbrojtja specifike për gazetarët, e sa pak edhe Doriani, për shkak të funksionit, e thash edhe në fillim, domethënë nuk duhet lidhet me statusin, po me funksionin që kryen dhe me dëmin që ka për shoqërinë demokratike. Pra kur goditet gazetari, nuk goditet vetëm individi, po historia dhe çdo gjë që vjen pas. Në të gjitha tryezat e rrumbullakta që ne kemi bërë në 2 vitet e fundit, së bashku me Prokurorinë e Përgjithshme dhe me Prokurorë e Rretheve, Shkodra, Fieri, Korça, dhe nga vetë Prokuroria e Përgjithshme ka ardhur ky si thua si sugjerim, si shqetësim që në mungesa e një mbrojtje të posaçme për shkak të këtij specifikimi është hendek edhe duhet të mbushet. Pastaj për çështjen e viteve me radhë, është një çështje që mund të shikohet edhe mund të arsyetohet. Kjo është si thua mendoj logjika pas kësaj, por mendoj që duhet të qëndrojmë të kufizuar tek ajo që mund të bëjmë me kriminalizim për të ndihmuar lirinë e shprehjes dhe mos të përpiqemi që të inveshim kodit penal dhe kriminalizimit më tepër duke prishur më shumë punë se sa nga mund të zgjedhim. Meqense unë përmend ligji për sinjalizuesit, unë sot mëngjes në fakt hapa faqen e konsultimit publik për të gjetur raportin e konsultimit, nuk është del error 404, ja kemi kërkuar në një tryezë tjetër kur diskutoi lobimi, ja kemi kërkuar Ministres së Shtetit për Administratën Publike kundër korrupsionit. Pra është miratuar në Këshill të Ministrave, por mendimet që ne kemi dhënë atë proces, nuk e dim cilat janë marrë parasysh apo jo. Kështu që i kemi çuar me shkrim në qeveri, po nuk e dim. Po, mirë. Ja unë nisëm. Po, faleminderit. Me qenë se e përmendi Bleriana, këto rastet që keni pas biseda edhe me prokurorët e rretheve, lutem, te komentet përfshiheni që të përfshihet edhe relacion. Relacioni është aq i vakët, është kaq, është 80. Jo, e kuptoj, vetëm përfshiheni, domethënë që të jepet arsyetimi. Unë prandaj thash që duhet një arsyetim shumë herë më i fortë pse duhet jetë gazetari. Nëse ka raste specifike ose në fund të ditës, a ka edhe raste analoge në Europë që një parashikim i tillë ligjor është përfshirë në kodin penal dhe ka pas sukses? Apo jo të bazuar pastaj te raporte, direktiva, te relacionet e një tjetër, por kode specifike që e kanë përfshirë dhe kanë qenë suksesshme në zbatimin e tyre. Që mos të dalim ne si shpikësit e diçka e të re që aty do ishte super.
faleminderit. Profesor Marku, keni diçka të fundit? Gazmend, Meni do thuash ti diçka? Po. Profesor, keni diçka të fundit? Po, Meni. Po, faleminderit zona kryetare. Sigurisht që mbi dakord veçanërisht me kolegët juristë, ndaj të njëjtin qëndrim, sigurisht se edhe ata shprehen edhe shprehur në draftin në materialin që është përndar. Kisha dy komente të shkurtra lidhur me statusin e gazetarit që përmendi unë po referoj Misa se nuk zotëria nuk ka një nisëm, siç e tha dhe kryetari, nuk ka një nisëm të tillë. Le të themi kjo çështje është përmendur për të ardhur në ndihmë, le të themi riformulimin sa më të saktë të nenit për mbrojtjen gazetare, që është një nisëm shumë e mirë, sepse në fund ligji është interes. Interesi i ligjvënësit është të mbrojë interesin publik. Në këtë rast komunitetin e gazetarëve lidhur me diskriminimin që përmendi kolegu tjetër, u mendoj se pra për çdo projekt ligj ka diskutime pro dhe kundër, ka argumente pro dhe kundër. Nuk mendoj se është diskriminim, sepse edhe ligji aktual, pra kodi penal që përcakton mbrojtjen e një kategorie e disa kategorive të tjera, për të funksionarëve, të mjekut apo të le të themi zyrtarëve të tjerë, ka një qëllim për cilin e ka marrë këtë vendim dhe në këtë kuadër edhe për gazetarët është parashikuar pra është propozuar që ti sigurohet një mbrojtje e posaçme. Pra pozitiv, po tani nëse ta konsiderojmë diskriminimin edhe këtë, mendoj se pra le të themi, pra është diçka pozitive që i vlen komunitetit. Lidhur me propozimet e tjera, ju do të sillen me shkrim, kështu që ne do të shohim edhe do jemi në vim në takimet më arshme. Faleminderit. Shumë faleminderit. Do jap zëvendës kryetare si ta mbylli, unë vetëm 2 komente. Ne dalim me detyrën e përgatitjes së një kalendari, zyrtarisht do nisim me email që juve të na sillni komentet. Data 5 janar është data përfundimtare e marrjes së komenteve. Dhe pastaj të bëjmë edhe disa tryeza të tjera dhe debate të tjera publike, ti shohim se si ti organizojmë. Po, patjetër, unë besoj që ato mund të luajnë një rol të rëndësishëm përveç se të na kundërshtojnë ne. E ka me juve zotë Myzyraj. Po. Dhe bëhemi gati pastaj që draftin që do bijem dakord për ta çuar në seancë. Do ta mbylli zonja Lora. Unë doja në fakt që të shikonim edhe një herë këtë dispozitën që ka neni 120, sepse ka 3 elemente të rëndësishme. Pra, përhapja duhet jetë e qëllimshme, ai që kemi aktuali. Përhapja bëhet për informacione që autori e di që janë të rreme, dhe treta thënjet janë të tilla që cënojnë dinjitetin dhe nderin e një personi që preke. Do me thënë, këto janë ato që ne kemi aktualisht dhe që po mendojmë që do t'i zhdukim nga kodi penal. Unë kam vetëm një merak, se jam absolutisht dakord që këto duhet ikin nga kodi penal për gazetarët, por takatin për të thënë gënjeshtra në këtë vend nuk e kanë gazetarët, e kanë shumë më tepër se dhe komuniteti është i ndarë, se duhet ta bëjmë dhe këtë ndarjen brenda komunitetit, që ka gjithmonë një grup super profesionist që nuk publikon asnjëherë asnjë gjë pa 2-3 burime, ka edhe një grup që thjesht bën cut and paste nga ato që thjesht idhen idhen në treg për tu shpërndar. Po meraku im në këtë rast është që takatin e dhënies së shpifjes nuk e ka nuk është vetëm pjesë që ka lidhje me gazetarët, dhe këtu do doja që ta vrasim dhe në çik mendjen me që kemi këtë pjesën e konsultimit. Nëse ne mund ta përdorim këtë dekriminalizimin e shpifjes vetëm për gazetarët, edhe për do me thënë se shpifjen nuk e bën punonjësi medias, nuk e bën kameramani, e bën në qoftë se po flasim. Megjithatë jam dakord që të shkojmë edhe për punonjësit e medias, po ndoshta duhet duhet bëjmë vetëm një dispozit që ta heqim këtë dhe përjashtohen vetëm komuniteti i gazetarëve nga kjo gjë. Në fakt arsyen e kam duke u nisur nga gjithë eksperienca e kalimit ligjit për barazin gjinore. 15 human rights defenders në këtë vend u masakruan në mënyrë dhe u linçuan në mënyrë të jashtëzakonshme me nga portale nga më të ndryshmet, po jo vetëm nga portale. Çfarë nuk u tha për këta njerëzit? Pra, unë kam merakun që ne duhet të sigurojmë një lloj balance ndërmjet pjesës që patjetër që duam të mbrojmë komunitetin e gazetarëve, po kjo nuk duhet bërë në kurrizë që të mos mbrojmë edhe atë komunitet që kemi për human rights defenders në këtë vend, që mbrojnë drejtat e komuniteteve të caktuara. Kështu që për këtë arsye them që ndoshta ta mendojmë edhe ta diskutojmë këtë edhe kur të sillni juve propozimet tuaja
Nëse do ishte mirë që dekriminalizimi të bëhej vetëm për grupin e gazetarëve, kjo ishte një diskutim që doja ta ngrija, sepse në një farë mënyrë, do me thënë, duket sikur i thua çdo njeriu që ka një Facebook edhe një rrjet social që je shpifës, po ti vazhdo, jepi se ata mban krau, jepi, do me thënë, kundër këtij njeriu që po mbron personat komunitetit LGBT, që po mbron persona që kanë lidhje me barazit gjinore në Shqipëri, edhe gjithë çështje të tjera, se ne kur flasim për mbrojtjen e drejtave njeriut, gjithmonë flasim për mbrojtjet e grupeve të marginalizuara të shoqërisë. Kështu që kjo ishte gjëja që doja ta ndaj me ju, se e kam dhe unë si pikpyetje të madhe në kokë, në mënyrë që të arrim në një pjesë përbashkët. Pastaj jam dakord me gjitha ato gjërat që ju vetat. Presim komentet, Eksakt. është temë për debat edhe për diskutim. Dhe elementi dhe gjëja tjetër, më fal Mark, dhe gjëja tjetër që do thoja është që nuk ka një iniciativë nga parlamenti për të rregulluar profesionin e gazetarit në mënyrë absolute. Por, që kjo duhet rregulluar. Do me thënë, vetë komuniteti duhet ta rregulloj këtë gjë, patjetër, sepse tani unë nuk mendoj që nga ana tjetër vetëm një badge më bën mua gazetar, se secili nga ne në ditët e sotme mund të shpiki badge-in më të mirë, t'i vër një vulë edhe kjo nuk na bën neve gazetar, nëse nuk jemi pjesë e diçkaje që na bën neve vërtet gazetar. Nuk mendoj që të bën edukimi gazetar, mund të jesh edhe pa edukimin e gazetarit, po duhet të respektosh 5 rregulla të caktuara dhe duhet i përkasësh një komuniteti të caktuar që ka disa norma dhe disa parime për cilët gjithë bien dakord, për të qenë pjesë e komunitetit gazetarëve, se për ndryshe pastaj duket sikur po heqim këtë nenin që të japin liri gjithë shpifësve të botës për të folur çfarë ju vjen në mendje. Shqetësimi më duket i drejtë, në kuptimin që duhet disa specifikime për atë, por ashtu siç e kemi pas idenë ne, dekriminalizimi nuk lidhet me të gjithë prodhuesit dhe përhapësit e kontentit, përmbajtjeve, që vjen nga statuset private ose publike ose etj. Është vetëm për prodhuesit e licencuar të përmbajtjeve. Forma e licencimit pastaj është tjetër. Gazetar që është antar i një media regjistruar në regjistrin e X, antar i një organizate që ka një certifikim gazetari, pra ndoshta do duhen specifikuar se çfarë deri ku shkojmë ne me profesionistë e medjave. Por është e qartë, është vetëm për profesionistë e medjave, nuk është për pjesën tjetër. Për njeriu që çon një mesazh që komunikon me dikë online, nuk lidhet. Ndoshta duhet qartësuar se jo, shqetësimi me qënë se kemi kohë për komentet, unë do preferoja si Shtableriana t'i marrim dhe në mënyrë të shkruar, t'i kemi të organizuar dhe më pas kur të kemi disa opsione e bëjmë debatin. Shumë faleminderit, e vlerësojmë shumë edhe për kushtimin, po edhe mendimet që do ndani më shumë ato në të ardhmen se sa këto sot. Faleminderit.